Zoti Qyra, faleminderit që gjetën kohë për të qenë pjesë e kësaj interviste, ndoshta edhe pak më të shkurtër edhe pak më ndryshe për televizionin 21 nga të tjerat. Ndodhemi pra, kemi mësuar vazhdimisht ju kemi në ambiente televizive ose brenda në ambiente të komunës, por tani me që është edhe sezoni turistik i verës, jemi këtu në ambientet e restorant të Ambles dhe me këtë pamje të bukur të qytetit të Strugës. Faleminderit që keni ardhur. Sigurisht kam kënaqësi ndaj kohë me ju, duke ditur që jeni një televizion që vlerësohet mjaft në Strugë, por edhe në Gjerë, dhe nëse keni ardhur, shpresoj që të kaloni mirë këtë vit, këtë fund javë e cila ka edhe kulmin e sezonit në Strugë, dhe shpresoj që do të ndjeni mirë dhe të keni energji pozitive të shkoni në televizion. Faleminderit. Faleminderit për mikrofonin. Me që është atëherë edhe sezoni turistik i Strugës, si po ecën ky sezon turistik? Ka potencial të mjaftueshëm, zoti Qyra, Struga për të shfrytzuar në fakt e dim atë që ka potenciale, por apo i shfrytëzon Struga të gjitha potencialet të cilët i ka për momentin? Vetë fakt potenciale ka normalisht. Është dashi kohë e gjatë dhe duhet një kohë e gjatë që të shfrytëzohen të gjitha, sepse i ka gjithë të mirat që ja ka dhuru Zoti. Përveç liçenit lumit, tani edhe infrastruktura po rregullohet. Normalisht ne si qeveri e re kemi marrë masa që qytetarët ta ndjejnë këtë ndryshim. Dhe në aspektin tjetër flas kur ka të bëjë me turistët, normalisht mundohemi të bëjmë kushte më të volitshme, por për t'i bërë këto kushte duhet pak një kohë të gjatë, duke ditur se Struga edhe si konsiderohet si qytet i turizmit, për fat të keq nuk i shfrytëzon të gjithë kapacitetin ato që i ka. Dhe ne këtë vit për e të parë kemi bërë ndryshimet. E çfarë penalizon këto gjëra që mos i shfrytëzoj këto potenciale? Penalizimi vjen për shembull nga vite me radhë që nuk është kushtuar mjaft pjesën e bregut të liçenit, që ka ndoshta të pakta qytete që ka në mes të qytetit i ka plazhet. Dhe ato janë keq menaxhuar. Dhe ardha ime sigurisht për e të parë në qytetin e Strugës kemi bërë plazhe publike, ku qytetarët të cilët nuk kanë dasht ose nuk kanë mundësi të pagohen shezllone apo shtretër atje për të vezitur, e kanë mundësi këtë gjë mos e bëjnë, sepse kemi bërë 5 plazhe publike, kjo është një hap edhe risi për Strugën. I kanë keq përdorur afaristët të cilët kanë qenë pranë, kanë operuar sigurisht mos pranë bregut, apo si ka është situata? Menaxhimi i mirë i kryetarëve të komunës ka bërë që plazhet e afaristët normalisht nëse u lejohet afaristi atë të shfrytëzojë dhe të ketë të ardhur më të mëdha, por sigurisht besoj që vitin tjetër, sepse mandati im është shumë i shkurtër, domethënë kur filloi sezoni unë kisha vetëm 5 muaj, dhe besoj që nga dalë me një mik kuptim edhe me afaristët, që unë mbasi vi nga fusha e biznesit, jam që biznesi të lulëzoj, por normalisht duhet të ketë disa rregulla të cilat duhet të kenë vija të fuqe, të gjithë të shfrytëzojnë në mënyrë lojale, konkurenca të jetë lojale, jo të jetë diskriminuese nga njëri tjetri, dhe shpresoj një bashkëpunim edhe me afaristët, por edhe mësuesve të ligjit dhe rregullat të cilat i parashef ligji dhe komuna, besoj që të gjithë qytetarët dhe afaristët të jenë të kënaqur dhe sa më mirë të mirëmbahet ky bregu i liçenit, që nuk është vetëm bregu i liçenit normalisht për turizmin, ka edhe shumë gjëra tjera. Por në rastin konkret flasim si pikë e parë bregu i liçenit, që është një ndër mundësitë që qytetarët ose turistët që vinë nga jashtë kenë një qasje dinjitoze. Po, me atë që pash, me sa arrita, domethënë të shohën afër bregut të qytetit, domethënë kish i vendosur edhe vende të posaçme se ky është plazhi publik, ndërka që plazhet e tjera. Më herët nuk kanë ekzistuar këto zoti Qyra, edhe pse ka pasur, ai vend ka qenë i posaçëm për vende publike për qytetarët, por nuk është shfrytzuar, apo? Po, në fakt plazhet janë gati
70% publik, që menaxhon ndërmarrjet publike, komuna si institucion, ose Ministria e Transportit më herët e tjerë. Por, nuk është dedikuar një pjesë e tillë që duhet shfrytëzohet si plazh publike për arsye se janë dhënë ose janë marrë ose janë uzurpuar edhe nga afaristë tjerë. Pjesa më e madhe e plazheve nuk ka pas mundësi qasje qytetari thjesht të ketë aty. Të e kemi mundësuar. Pranoj që plazhet publike nuk janë në nivelin më të mirë për arsye se nuk kemi arritur ti rregullojmë, që shpresoj vitin tjetër do të ketë rregullimi i tyre, ku do të ketë edhe për mbeturina më shumë, edhe për toalet, edhe për objekte tjera që janë të përshtatshme për plazh. Sigurisht do të ketë edhe shpëtimtar të cilët do të jenë prezent aty. Me që tani pjesët dërmuese të plazheve për fat keqe e menaxhojnë privatët dhe nuk kanë asnjë rregullore, asnjë marrëveshje dhe asnjë dokumentacion të rregullt të cilën menaxhojnë. Të para një muaj bëra si propozim në Këshillin Komunal, por për fat keq nuk kaloi si propozim. Dhe mbetet që komuna këtë vit të humbe nga 500.000 deri në 1 milion euro. Nuk mund të ketë konsensus të plot me këshilltarët të tjerë për këtë çështje për shkak se është elaboruar shumë edhe në opinion dhe ngjalli reagime. Tani është fort. Ku qëndron të faj në këtë drejtim? Është debatuar në opinion, jo jam i pavarur, jam i varur, jam i pavarur. Unë normalisht si kandidat kam qenë i pavarur, vazhdoj të jem akoma kryetar i pavarur dhe normalisht mendoj që propozimet të cilat ose projektet të cilat i kam propozuar në Këshillin Komunal kam menduar dhe mendoj që duhet kalojnë për arsye se këshilltarët të cilët janë zgjedhur nga populli duhet të votojnë ato propozime që janë shumë të rëndësishme për qytetarët. Po mirë, po pse zot Yqyra, në këtë rast atë nuk patët të mbështetje edhe të këshilltarëve të VMRO-DPMN-s në këtë çështje ku dihet që vleni, që keni shumë njerëz të cilët nuk kanë qenë të përcaktuar politikisht nga asnjë parti politike, ju mbështetën juve, por ju mbështeti edhe VMRO-DPMN, ju kanë mbështetur edhe shumë subjekte tjera. Tani të ndodh kjo pengesë pikërisht ku janë projekte të cilat janë me rëndësi për qytetin e Strugës. Tani në një marrëveshje për mbështetje paraprakisht unë kam pas mbështetje gjithsesi për marrëveshje në letër nuk kemi pas. Do me thënë kjo ka penalizuar. Edhe unë jam nis nga parimi që thash, që propozoj projekte ose vendime që do të kalojnë këshill që janë në interes të qytetarëve. Në këtë rast e kam pas propozimin për plazhe, duke menduar se një vendim është për plazhet ose për pajisje urbane i quajmë ne, është më i mirë se mos ketë asnjë marrëveshje ose asnjë vendim. Dhe jam nis nga ky parimi logjikës se gjithë këshilltarët të votojnë, qofshin ata të pozitës, qofshin ata të opozitës. Në lidhje me marrëveshjen që thatë ju me VMRO-n dhe me Vlenin, sigurisht që ne kemi një marrëveshje që bashkëpunojmë, bashkëkoalicionojmë, por nuk kemi, kjo dëshmon se nuk kam pas një marrëveshje më herët paraprake në zgjedhje që ishte në opinion që kryetari i arshëm 70% do t'ja jep VMRO, se 60% do të humbë pushtetin e tjerë. Mbeti kjo është një teori konspirative që e hodh opozita atëherë për të përfituar vota. Dhe kjo nuk në fakt tani tregohet që nuk është ashtu, se unë jam i pavarur. Normalisht unë bashkëpunoj me koalicionin që fola, kam bashkëpunuar edhe me koalicionin, kam qenë koalicion jo formal, edhe me listën e pavarur, të cilët janë thirrësit të pavarur, por në fakt mandej pas mos votimit të këtyre propozime u pa se ata ishin të varur. Në momentin kur kam parë që ata janë të varur me ish kryetarin Merko, unë kam ndërprer raportet dhe nuk dua që ajo politike atëhershme 20 vjeçare të kalojë të vazhdojë në komunën e Strugës, sepse qytetarëve i kanë premtuar që të bëjnë ndryshimin. Ndryshimi bëhet edhe me këtë që mos vazhdohet kjo politikë që ka
ka qenë diskriminuese ndaj qytetarëve, kanë qenë edhe këto që folën tani edhe plazhet, por edhe një vendim të cilin e kërkova për projektin e fizibilitetit për qendrën Dacati, që ishte shumë i rëndësishëm për qytetarët e Strugës, të cilët në këtë rast u bën koalicion Aki, Levica, LSDM-ja dhe Lista Merko, të cilët nuk e votuan këtë propozim, i cili ishte propozimi më optimal dhe më i dëshiruar për qytetarët e Strugës, duke ditur se kemi një problem shumë të theksuar me qendrën Dacati. Mirë. Atëherë, me që jemi ende te turizmi, qytetarët, ajo që ju bie në si është ambienti, mbeturinat, si arrini të menaxhoni këto zoti Merko dhe çështjet e ujrave të ndotur, çështjet e deponive, për shkak se kam parë që ka pasur Struga një deponi me vite, një deponi e egër dhe askush nuk ka arritur që të gjejë një zgjidhje në këtë drejtim. Ju si i menaxhoni, duke u arritur nga pastërtia deri tek deponitë, zoti Merko? Tani për ju si gazetarë, sigurisht mund dini të shihni për pastërtinë, ne kemi një nivel tjetër të pastërtisë, edhe në aspektin e dëlbrimit, ne kemi arritur që nga ardha ime në pushtet të mbjellin 1300 fidane, të cilët u dhuruan nga një shqiptar i Turqisë. Dhe përveç asaj, sigurisht mundohemi që të ketë më shumë dëlbrime, sepse i mungon dëlbrimi qytetit të Strugës. Pjesa tjetër që thatë në lidhje me mbeturinat dhe me deponin, që është problem jo vetëm i Strugës, po është i gjithë Maqedonisë. Unë edhe në fushat kam thënë që nuk mund ta zgjidh si problem, është problem shumë i madh. Edhe ujësies, kanalizimi, edhe deponia janë probleme kyçe të cilat nuk zgjidhen vetë. Normalisht me ndihmën, kërkojnë ndihmën e qeverisë dhe normalisht edhe të institucioneve ndërkombëtare të cilat kanë disponim për këtë çështje që është shumë e ndryshme për arsye se ndotjes që është i prek të gjithë qytetarët, por jo vetëm. Dhe ne kemi tash një aksion ku janë bashkuar 90 komuna, kemi një këshill që kemi bërë takime për të bërë një deponi rajonale. Dhe ajo deponia rajonale shpresoj të realizohet, parashik përveç mbeturina që duhet të dorëzohen atje te ajo deponia rajonale, dhe të ketë edhe një fabrikë e cila do të bëhet djegjen e këtyre mbeturinave nga të cilat të formohet dhe të prodhohet gaz dhe energji. Kjo është një projekt i arshëm që duhet të realizohet. Sa kohë do merr ky projekt, për shkak se e kemi parë që nëpërmjet bashkësive lokale, domethënë është marrë një iniciativë e tillë, por ende asgjë konkrete. Do ketë hapa konkret në të ardhmen dhe kur pritet që të ketë, me që ju jeni në bashkëpunim të drejtë edhe me qeverisje lokale? Që t'jem më i qartë, domethënë, që ky këshilli që janë formuar nga 19 komuna, ka kryetar që është kryetari i cili e ka marrë përsipër Novaci, kryetari i Novacit është kryetari i të gjithë këtë këshilli. Po, mirë, ka koordinime, zoti. Po, pikërisht ky është koordinim, që është e mira, do të thotë që edhe pjesa e Novacit e kanë pranuar një investim të tillë, se e llogarisnin si investim, ku do të hapet një fabrikë. Dhe kjo është e mira e gjithës. Presim të hapet tender që të aplikojnë normalisht kompanitë ndërkombëtare, se në Maqedoni nuk ka një fabrikë e tillë, nuk ka një kompani e tillë, dhe ato kompanitë të cilët do të konkurrojnë, ta marrin si obligim normalisht për gjithçka të paguar. Problemi më i madh i gjithë kësaj ishte se sa do të jetë kostoja e transportimit të mbeturinave nga Struga edhe nga qytetet tjera, se këtu hynë edhe Dibra, Zhupa edhe disa komuna që janë më larg të Novacit, që është gati 100 km largësi. Jemi marrë vesh që pas ne të mbyllet gjithë kjo procedurë,
Pagesa të jetë në mënyrë solidare, që të paguajnë gjithë në mënyrë të barabartë, se për ndryshe kosto do të jetë shumë e lartë. Shpresoj që kjo do të ndodhë, ne si kryetar komunar duhet ta ngrisim zërin akoma më shumë dhe normalisht edhe qeveria duhet të ndikohet që këto para që i kanë dhënë ambasada e Suedisë rreth 60 milion të realizohen dhe kjo është vetëm hapi i parë. Normalisht 60 milion nuk e zgjidhin problemin, problemi do të jetë në bazë, por normalisht do të ketë edhe fabrika e cila do të ketë mandej marrëveshje me kryetarët. Zoti Qyra përmendët më herët edhe çështjen e ujësillësit. Më herët Struga pat një problem të tillë. Ku keni arritur me këto procedura, me çështjen e ujësillësit dhe a do ketë diçka konkrete në këtë drejtim, edhe pse thatë se një gjë e tillë nuk bëhet vetëm me buxhetin e komunës së Strugës, duke marrë parasysh edhe se sa buxhet kanë edhe komunat në përgjithësi dhe a keni mbështetje nga ana e drejtë për drejtë të qeverisë në këtë rast? Duhet të ripërsëritem, po duhet patjetër të ta them. Domethënë edhe puna e ujit, ujësillësit ka pas problem kur doli para disa muaj të kishin ndotje të ujit dhe ne unë si kryetar komune, po normalisht edhe drejtori i ujësisë dhe kanalizimit, po ndalesën e pirjes e shfrytëzimit të atij uji, cili ka qenë edhe vite të tjera ka pas probleme të tilla, por për fat keq nuk ka pas një vendim të tillë të ndalohet pirja e shfrytëzimi, konsumimi i atij uji. Kam arritur, do të thotë, nga ajo pjesë të ndaloj të gjithë kompanitë të cilët sillshin deri te burimi i kësaj ndotje që vinte nga gërmime që ndoshin lart. Tani nuk ka më gërmime dhe për fat mirë nuk kemi të Po keni ndërprer koncesionet apo ishin në mënyrë të njëra ka pas koncesiona, njëra ka punuar po koncesion, të dy kompanive i kemi ndaluar dhe aty nuk ka më gërmime. Kemi bërë kërkesë nga qeveria të na japë një zonë ndalese ku do ta kufizojnë qoftë fizikisht, qoftë në mënyrë me persona fizikë të ndalojnë të futen aty në atë pjesën brenda. Për fat mirë deri tash shkon gjithçka mirë, nuk kemi të lashë, por gjithsesi ne do të vazhdojmë që atë pjesë ta rrethojmë dhe ta kufizojmë që mos ketë qasje në pjesën ku është më e ndihshme, ku janë burimet kryesore të ujit të Strugës, që janë ndërburimet më të mira me ujë më të pastër dhe më të shfrytëzueshëm për qytetarët e Strugës. Ai burimet të cilët ishin aktuale në atë kohë, normalisht janë burimet që nuk e furnizojnë të gjithë qytetin e Strugës me ujë. Kemi edhe burime tjera nga fshati Belica e Sipërme, edhe një pjesë atyre që vinë 200 litra në sekond dhe 500 i kemi në burimet ku fola në shumë. Por qyteti gjatë verës normalisht ka nevojë edhe për më shumë për arsye se numri i qytetarëve dyfushor biles edhe trefishor. Shohim tani mënyra alternative, burime të reja të cilat do të plotësojnë këtë mungesë. Punohet në atë drejtim, duke punuar projekte dhe duke aplikuar në fonde të tjera dhe duke kërkuar normalisht nga qeveria, që vazhdimisht kam thënë edhe më herët që projekte të mëdha duhet bashkëpunim me qeverinë, sepse ne jemi pjesë e kësaj qeverie këtij shteti dhe për fat mirë deri tash kemi gjetur një kuptim dhe një pjesë e projekteve në Strugë janë të mbështetur nga qeveria dhe deri tani shkon shumë mirë. Po, zoti Qyra, ajo që turistët kërkojnë dhe duan një infrastrukturë të mirë për Strugën. Çfarë projektesh keni arritur që të realizoni brenda kësaj periudhe të mandatit tuaj, me që mandati ende nuk keni arritur që të bëni edhe një vit të realizoni gjatë pjesë të këtij mandatit tuaj? Turistët që kanë qenë vjet në pushim në këtë kohë, sigurisht e dinë që gjatë natës nuk ishte ndryshim publik. Tani çdo qosh, çdo rrugë ka ndryshim publik. Këtë e kemi zgjedhur një herë për gjithmonë. Ne me një kompani bashkëpunojmë, por normalisht duke komunikuar për çdo ditë ku ka mundësi të ketë ndonjë problem në lidhje me ndryshimin publik që kërkojmë. Pjesa tjetër, të cilën e thash edhe qendrën ndatësat, të cilën kemi
projektin dhe shpresoj dhe ta zgjidhin pa marrë parasysh a voton Këshilli a nuk voton, po shpresoj që do të vetëdijsohen dhe ta votojnë. Mandej pjesa tjetër gjelbrimi, pjesa tjetër pastërtia që janë shumë të rëndësishme. Rrugat zotë. Pjesa tjetër rruga, për shembull kemi një rrugë këtu para hotelit, e cila është ndërtuar në kohë të zgjedhjeve, e cila vetëm është asfaltuar dhe nuk është marrë parasysh ujërat atmosferik që bëjnë problem shumë të madh, do të thënë edhe ato tani kemi hapë tenderin dhe një pjesë ka filluar të punohet, kurse pjesa tjetër dhe të fillojnë nga shtatori për shkak se kemi ndërprerë për shkak të turistëve dhe kemi nisur një rrugë tjetër e cila është gjithashtu problem për turistët për shkak ngarkesës që shkaktohet në trafik nga mospasja e infrastrukturës të dytur. Rrugat të cilën e kemi nisur nga liçeni, që parashitet tani të kalojnë të dalë në rrugën kryesore, dhe të jetë një rrugë, një arterie ku bëhet shkarkimi i trafikut, dhe kjo vitin tjetër para sezonit sigurisht do të jetë gati dhe realizueshme. E kemi realizuar 650 metrë, na ka mbetë edhe 350, rrugë e cila ka pritur 20 vite të realizohet. Kjo është arritur duke punuar me qytetarët, sepse në infrastrukturë, në rrugë, ti mund të kesh edhe projekt, mund të kesh edhe mjete, por nëse nuk arrin që të merresh vesh me qytetarët të cilët kanë truallin ose tokën aty, nuk e realizon dot. Ne kemi arritur për 2 muaj të realizojmë këtë gjë, jemi marrur vesh për këtë pjesë që është hapur tenderi, dhe na mbetet 350 metra të tjera të cilët besoj kemi filluar të merremi vesh me qytetarët dhe kur jam këtu në mënyrë publike i falenderoj të gjithë qytetarët të cilët në mënyrë vullnetare kanë ardhur në zyrë, por edhe në shtëpia që kam shkuar unë, kanë pranuar këtë mënyrë të bashkëpunimit, vetëm e vetëm hapet ajo rrugë që është shumë e domosdoshme për qytetin e Strugës. Por vazhdojmë edhe këtë projekti tjetër, të cilët faza e parë ka qenë me ndrimin e tubave të azbestit, të cilët janë të dëmshme, dhe përveç që janë të dëmshme, ka edhe një mundësi shumë e madhe që ne të sanojmë ose të kemi ujë më shumë për shkak se bëhet sanimi i këtyre rrugëve. Arritët që të ndryshoni të gjithë? Të ndroni të gjithë? Nga 6,3 km sa kemi pas në tender, pjesa dërmuese është realizuar, e kemi ndërprer tani këtë aksion për shkak të sezonit turistik. Shpresojmë të fillojmë në shtator dhe para vitit të ri të mbyllet kjo fazë prej 6,3. Në këtë, kur jam këtu edhe 700 metro, tani kemi me vetë iniciativën, me buxhetin e komunës së Strugës, te rruga e re, tani që fola, kemi bërë ndrimin e tubave të azbestit, një investim 100% i komunës së Strugës, dhe tani arrim diku 7 kilometra të tilla të grupave të azbestit. Dhe të jetë faza e dytë, ku do të përfshijë edhe 6 kilometra tjera, që shpresoj pjesën kryesore të dipave kryesor do të ndrohen dhe me fazën e dytë, normalisht që do të kohë ndihmë nga qeveria dhe nga institucionet të ndryshme ndërkombëtare. Mirë. Zoti Qyra, atëherë pak të ndalemi tek ndërtimet palejen, për shkak se kemi parë të gjithë, kemi qenë dëshmitarë se sidomos në Ohër, me që jeni edhe komunë fqinja me Ohërin, ka pasur edhe shumë ndërtime paleja, por ka pasur, nuk mund të themi gjë dhe Struga ka qenë rezistente ndaj këtyre ndërtimeve paleje, si po qëndron situata për momentin dhe çfarë keni ndërmarrë në këtë drejtim dhe a ju siguroni qytetarëve të Strugës që gjatë mandatit tuaj nuk do e lejon gjë? Pyetjen e vetë. Ndërtimet paleje tek ne kanë shkaktuar turbulenca gjithmonë, por jo vetëm ekonomike, por edhe politike. Edhe vazhdoj të jem kundër ndërtimeve paleje dhe biles jam edhe kundër ligjeve të cilët janë vazhdueshme të
për legalizimin e këtyre ndërtimeve, sepse i stimulojnë ndërtimet pa leje. Jemi në bisedime me Ministrinë e Transportit dhe me qeverinë për ndërtimet pa leje të cilat janë rreth liçenit, të cilat jemi në vazhdim të UNESCO. Po, për shkak se UNESCO ju dha edhe një shans orën të rrugës, Duke po. pas një angazhim edhe qeveria dhe pushteti lokal, kishim një takim në Paris ku u kërkuat të vazhdohet që mos hiqim nga lista, e cila ishim vënë për të larguar nga Ishte në pikpyetje në fakt, Dhe kjo, por normalisht ato na hoqen, por na vënë edhe disa kushte të cilat neve duhet të realizojmë. Në çfarë periudhë do të realizojmë këto ose të tjera? 3+2, dhe më thëmë 5 vit, duhet të realizojmë dhe duhet të japim raport sa kemi arrit me realizimin e këtyre kushteve. Dhe kur jemi këtu, sigurisht, e bëj edhe një thirrje publike të gjithë qytetarëve të Strugës, të cilët kanë si ide në vendet, sidomos në bregun e liçenit, të ndërtojnë ndërtime pa leje, i kisha lutur mos ndërtojnë sepse të gjithë do të rënohen ato që janë pa leje. Mandej pritet të sillet edhe një ligj për plazhet, të cilët do të përkufizohen ose varet se si do të jetë forma më e përshtatshme për ato objekte pa leje. Struga ka shumë objekte pa leje. Ne jemi duke i përpunuar në komunë aplikimet për legalizimin e këtyre objekteve, të gjitha ato që i nënshtrohen kushteve, parametrave të cilat i jep ligji, vazhdojnë të legalizojnë dhe i ndajnë për çdo 2 javë, 3 javë i ndajnë ato leje, në mënyrë përshpejtuar. Kemi edhe 2400 lëndë të tilla për legalizimin e tyre. Jo të gjitha kanë të drejtë të legalizohen, kurse pjesa dërmuese e liçenit, e buz liçenit, sigurisht që nuk mund të legalizohen. Për atë them Qyra, po kjo thirrja juaj atëherë vlen në raport me UNESCO, me kërkesat e UNESCO-s, që të gjithë ata qytetarë të cilët duan që të ndërtojnë pa leje rreth liçenit të Strugës, ju bëni thirrje që mos u ndërtojnë për shkak se janë rekomandime thjesht dhe kërkesat e UNESCO-s, apo? Po, jo vetëm. Jo vetëm. Kërkesa e UNESCO gjithsesi është një presion plus, por edhe ligji çfarë lejon është një presion plus. Dua të them që u bëj thirrje qytetarëve edhe ndërtime të tjera jashtë bregut liçeni, ku s'përfshin UNESCO, sepse ka vende ku s'përfshin megjithëse pjesa dërmuese është në UNESCO. Nuk do thotë UNESCO-ja vetëm përreth buz liçenit. UNESCO ja përfshin të gjithë qytetin, por përfshin edhe disa fshatra. Po, janë fshatra të cilat kanë edhe buz. Do të thotë që duhet të përmbajemi ligjeve, planeve urbanistike, plani general. Kur bëj thirrje që mos ndërtojnë pa leje, gjithmonë rrit pas saj që të vinë, bëjnë aplikimin për leje dhe gjithçka, të gjithë ato që kanë plane urbanistike, kanë mundësi në suazave të ligjit në mënyrë më të shpejtë mundshme të japim leje. Ne këto e kemi praktikuar, qytetarët e dinë ato që tash kanë marrë leje pafund, edhe në aspektin e dhënieve certifikateve për ndërtim, edhe lejeve për ndërtim, edhe gjithçka për pagesat e komunaleve, të gjitha, to i marrin në mënyrë më të shpejtë të mundshme, për të mos ketë edhe korrupsion, por për të mos pas edhe ndërtime pa leje, sepse ka raste kur dikush ka punë për ndërtim, po për shkak neglizhencës që ka qenë në administratën e kaluar, ato e kanë filluar, sepse kanë pas nevojë ta ndërtojnë, e kanë nisur me ato parametra që kanë mundësi, po për shkak se nuk e ka marrë lejen, po ato kanë filluar të ndërtojnë. Për atë, them e bëj thirrje që të gjithë ato që kanë këtë mundësi, vinë në komunën e Strugës, marrin leje dhe të ndërtojnë që mos kemi ndërtime pa leje, sepse parashitet që të gjithë ato spakti që ndërtohen në kohën kur ta marrë dhe të hiqen nga ande.
Mirë, zoti Qyra, më herët gjatë marrjes së mandatit tuaj ju akuzuat se komunën e keni trashëguar me një borxh nga prardës juaj. Në fakt, sa është borxhi tani i komunës dhe sa ky borxh i penalizon edhe realizimin e projekteve të tjera, të cilët ju gjatë fushatës keni premtuar disa projekte me peshë kapitale për qytetin e Strugës dhe për Struganën. Komuna ka borxhe nga vitet 2005-2006 dhe ne kemi tani për momentin diku 5 milion euro borxhe të cilat janë në përmbarues, të cilët e penalizojnë Edhe bllokimin e kornizën. Bllokimin ndoshta nëse janë në përmbarues. Ato bëjnë bllokojnë gjithë llogari. Për atë ka një ligj të cilën deri tash kemi shfrytzuar kornizë, që korniza e komunës së Strugës është 50 milion, dhe ajo kornizë mund të shfrytëzohet ku janë përfshira projektet dhe pagat e punëtorëve. Dhe mirë po nga ajo atëherës merret nga përmbaruesi pjesa dërmuese të tjera. Është një penalizim i madh edhe për kundrejt që komuna e Strugës ka të vira. Ne kemi gjetë mekanizma tani dhe shumë shpejt arrin të mbushin kornizën, por për fat keq nga korniza mandej pjesën tjetër duhet të paguajmë borxhet e vjetra. Nga ardhja ime kemi mbi 400.000 euro borxhe të vjetra të paguar. Presoj që paguajmë edhe deri fund vitit po aq, që të arrijmë rreth 1 milion euro, po përveç ato 5 milion që thash që janë në përmbarues, ne kemi edhe mbi 5 milion euro tjera, të cilat nuk janë në përmbarues, po janë konteste gjyqësore, ose janë për presin për ekspropriim, të cilat nuk i kanë dërguar lëndën në procedim gjyqësor, të cilat ka mundësi të procedojnë. Do të thotë që komuna e Strugës përfshin rreth 10 milion euro borxhe të trashëguara, të cilat për fat keq e kanë penalizuar zhvillimin e komunës. Komuna e Strugës nuk ka argëtuar rreth 7 milion euro nga tatimin e pronës, të cilët nuk kanë gjetë ose nuk kanë dashur të paguar. Nuk kanë dashur të argëtojnë institucioni komunë. Për institucionet Nuk kanë dërguar flet pagese ose fatura e E qartë, po. Mendova se i ka dërguar komuna dhe qytetarët nuk e kanë kryer ose ndërmarrje. Pagon, por janë seleksionuar, dikush ka paguar, dikush s'ka paguar dhe ka qenë pagesa rreth 27 deri në 30% në vit pa tatimin e pronë, që është shumë i ulët, dhe kështu që për vitet e fundit 7.3 milion euro nuk janë argëtuar në komunën e Strugës nga tatimi me pronë, vetëm tatimi me pronë. Dhe me që jemi krejtësisht në fund të zotin Firma, atëherë çfarë fikë keni për qytetarët, për të gjithë ata të cilët duan ta vizitojnë Strugën dhe ta shijojnë këtë potencial të bukur të Strugës? Tani Dhe në fakt më falni, po ju ndërpres këtu. Dhe çfarë është duke bërë Struga për zhvillimin e turizmit? Sa jeni duke reklamuar qytetin e Strugës? Sa jeni duke investuar në këtë drejtim për ta promovuar Strugën jo vetëm në Maqedoni, por edhe jashtë vend? Për e panë kemi marrë pjesë në panajiret e turizmit, Turqi, Shqipëri, Serbi, Kosovë, ku mendojmë që pjesa dërmuese e turizmit kemi marrë pjesë, dhe përveç asaj që duhet të vizitojnë atë thirrje që bëj ftesën të vinë në Strugë, për Struga është e veçantë. Është e veçantë përveç bukurive që thash, ka klimën më të mirë të mundshme, që gjatë ditës ka temperatura 30-35, gjatë natën 20, sigurisht edhe nuk keni nevojë të përdorni kondicionerin. Dhe kjo është një ndër pikat kryesore që duhet ta dinë qytetarët. Kemi kuzhinën e mirë, vazhdojmë të rritet kapacitetet e hotelerisë, të cilët gjatë këtyre parit gusht, ku është pulmi i turizmit, mungojnë krevatet dhe dhomat,
ka nevojë struga edhe për 10 hotele me nga 100 dhoma, spati për të zvogëluar konkurrencën për të pasur mundësi më të mirë për akomodim. Dhe disa tjetër do të vinë patjetër vitin tjetër, sepse do të kemi edhe rrugën që korridori 8 për fat mirë më në fund do të realizohet. Dhe e kemi korridorin 8, e kemi aeroportin, e kemi rrugët tjera, gjithë rrugët të çojnë në Strug. Dhe këto duhet ta shfrytëzojmë. I bëni thirrje edhe më shumë në këtë rast edhe mbështetje nga qeveria që thatë që na duhen më shumë hotele në Strug, siç i kemi shumë hotele në Ohër, tani më të shohim edhe përballë natyrës së Strugës. Qeveria në këtë drejtim mundet të ndihmojnë në takimet e hotelëve. Ose në prurjen e investitorëve edhe të jashtëm për ndërsimin e hoteleve. Kërkojnë dhe takimet që kemi pasur në Panajirës, një ndër kërkesat me afaristë atje, i ka qenë edhe ajo që të investojnë në Strug, se ka nevojë për më shumë hotele. Sa më shumë hotele ka, më shumë turizëm dhe konkurenca është më lojale dhe më e mirë. Kur ka shumë hotele, atër cilësia rritet, dhe kjo është e misare. Ne shpresojmë që të kemi disa vende për hotele në Strug, shpresoj që afaristët edhe çdo takimi im që bëhet jashtë vendit e ka këtë qëllim, por edhe brenda vendit pse jo, edhe me odën e përmirë të mëshirës perëndimore, por me oda të tjera, bëjmë këtë bisedë që duhet të investohet në hotele, sepse ne duhet ta kthejmë turizmin në Strug si veprimtari kryesore, sepse për fat keq nuk është e tillë, është ndërtimtaria që sjell më shumë të ardhurat, por duhet sjellë turizmi dhe kjo turizmi nuk vjen për një ditë, për një vjet, do të punojmë vazhdimisht, do të punojë më shumë sekretari i komunës, madje do të punojnë edhe institucione të tjera, normalisht edhe qeveria, por edhe qytetarët, edhe afaristët të ndryshme të cilët ne për fat mirë kemi në diasporë dhe shpresoj që kenë një investim të tillë e cila do ta bëjë Strugën më të mirë. Po, edhe më të veçantë, sigurisht. Faleminderit shumë, zoti Qyra, për kohën që ndat dhe ju uroj një sezon të mbarë. Faleminderit. Ju besoj që kjo intervistë do të ketë një impakt pozitiv në turistët të cilët e kanë një perlë në Maqedoni dhe ajo perlë është Struga. Faleminderit shumë.